Nëse unë të thamë që mundësh me humb jetën nga gazrat e tepërta që të dalin nga trupi jot, a më beson? Një Amerikan, 47 vjeçar, humbi jetën shkaku i gazrave. Arsye ishte sepse ai hante vetëm brokolli dhe pasol. Për të ky, kjo rutinë rezultoi me fatalitet. Ai u gjet i pajet në krevatin e tij, ndërkohë që edhe dy persona kompetent të ndihmës së shpejtë kur hyn në dhomë treguan se dhomën e kishte kapluar një erë e padurueshme. Dhe arsyeja e vdekjes ishte ngulfatja nga shpërthimi i gazrave. Megjithatë, policia kërkoi raportin e autopsisë sepse edhe për ta ishte një gjë e re dhe e padëgjuar që dikush të humbte jetën nga gazrat. Në fund, pasi që doli raporti, u zbulua se 47 vjeçari humbi jetën sepse kishte prodhuar një shumë të madhe të substancave kimike në tru. Në përfundim, ky gaz i krijoi një helmim dhe ngulfatje. Sipas studimeve, të lëshojmë gazra është një gjë e shëndetshme, por jo të teprohet në publik. Besa disa studime tjera në një universitet në Angli thonë që aromat e gazrave rregullojnë plot sëmundje që njeriu i ka në trup. Sidoqoftë, nga kjo video mësuam që mos të teprojmë me pasol. Apo më tregon, t'ja kime rallu pasulin apo kime vazhdu me hongër që shahan zakonisht.